Kodi zgjedhor do të jetë një nga hapat e agjendës reformuese në kuadër të planit për rritje, të cilin Maqedonia me shumë gjas nuk do ta përmbush deri në muajin qershor, njoftoi sot zëvendës kryeministri i parë Bekim Sali. Për këtë ligj, si dhe për 9 hapa të tjerë, apati i periudhës së tolerancës për zbatimin e tyre përfundon në qershor, pas të cilës do të dihet saktësisht se sa mjete nga fondet evropiane do t'i humbas Maqedonia për shkak të mosrealizimit të tyre. Sali, duke komentuar deklaratat e eurodeputetit Thomas Vajc dhe më herët të eurokomisioneres Marta Kos lidhur me ngecjen e reformave dhe rrezikun e humbjes së fondeve, theksoi se ato janë vetëm paralajmërime që vendi të përshpejtojë procesin e reformave. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoni Mihalis Rokas konfirmoi se vendit i kanë mbetur edhe 10 hapa për t'i përmbushur deri në qershor, për të cilat po punohet, por nuk dëshiron të parashikojë se sa prej tyre do të arrijnë të realizohen. Zëvendës kryeministri Bekim Sali shtoi se raporti i Komisionit Evropian ende nuk ka mbritur, por duhet që brenda kësaj jave të jetë në qeveri. Sipas tij, opinioni publik e di se raporti është pozitiv dhe se janë pranuar 16 nga 21 pikat.